Do ju tregoj shpejt e shpejt se çka kam marrë tek Home Store. Nuk besoj që ka njeri që nuk e njeh Home Store. Unë lehtësisht do e quaja dyqani i VIP-ave, sepse nuk ka VIP që nuk ka bler atje. Përpara se t'i hap kutit, Home Store ka bijuteri të cilësisë premium, të cilat janë pothuajse identike me origjinalin. Unë kam zgjedhur një bërzylyk Cartier, nuk besoj që ka njeri që se di këtë pa gur, sepse mua nuk më pëlqejnë Cartierat me gur. Edhe unazën identike si bërzylyku. Sa po i vendosa dhe janë shumë të bukura, kanë shumë sy. Të dyja kanë kodin origjinal nga brenda, cilësia është, siç e thash, premium, besoj duket edhe nga telefoni. Janë identik me origjinalin, siç e thash. Kanë kodet dhe çdo gjë tjetër njësoj me origjinalin nga brenda. Edhe nuk e fare pse shpenzon shumë lek për të bler flori, kur mund të shkosh ti marrësh tek Home Store. Ndërkohë, kam marrë edhe diçka tjetër, varsin e famshme të Van Cleefit. Kam marrë këtë me të zeza, sepse mua më pëlqen shumë, ka filluar të pëlqej shumë ngjyra e zezë të bijuterit. Ri shumë bukur. Siç e thash, është identike me origjinalin dhe kjo po ashtu ka atë stampën e Van Cleefit që është tek kapsja. Mora këto të treja, ndërkohë brenda në kuti është edhe një letër e zezë, e cila të këshillon që bijuterit mos t'i ekspozosh në acide, sepse patjetër që humbasin cilësinë e tyre. Home Store do ta lëta këtu, kështu që nëse jeni në mëdysje për të bërë një dhuratë shoqes, mamit, apo motrës, apo dikujt hunatës, Home Store është zgjedhja perfekte.